Si e shpjegoni faktin që Spaku duket sikur ka rënë në heshtje ndryshe nga sa pati vepruar, po themi, Altin Dumani kundrejt eksponentëve të korruptuar kryesisht të politikës? Po, ka mund dyshimet e mia, mbase nuk e bën dot vezën Dumani, ky gjë është. Ka rëndësi njeriu dur në kohën e dur, në mendin e dur. Jo më kotë sulën Dumani. Si Berisha, si Meta, edhe ky tjetri duke çuar punëtor të Erionit, pasaj krau tjetër. Dumani ka vënë një stek shumë të lartë atje, duhet ishte, për çfarë arsye nuk e vënë. Te Dumani i zbatojmë ligjet ne. Nuk e vëmë pse ishi i suksesshëm, më i miri. Se ne themi më i miri dali. Kurse kur themi që kush shumë zgjedhet krye PD-s nuk duhet zgjedhet më kryetar, është i shkarkuar automatikisht, ajo s'quhet te PD-ja. Këta që Dumani unë bën të gjithë bashkë të mos rizgjidhej. Mjafton të një ndryshim ligjor. Po ndryshuan vun Xhafën, asgjë s'dori me Xhafën. Në një ndryshim tjetër, ai komision do fluturojë nga me gjithë Xhafën bashkë edhe me gjithë ligjin bashkë. Ne prandaj duhet bëjmë opozitë, sjellim ligje të reja, edhe forma qasje të reja dhe mënyrë të re, efikase, ligjore dhe të drejtë të menaxhimit pushtetit. Pushtet bandit nuk duhet të ketë më Shqipëria, kaq. Avokat, çfarë po ndodh? Politike për brendësi kriminale. Po. Çfarë po ndodh me dosjen e Belinda Ballukut, ku duket se tashmë pas miratimit në kuvend për mbrojtjen e imunitetit të saj, Spaku ka rënë heshtje dhe nga ana tjetër. Unë kam shumë frikë flas për Belinde, po mos e pyet fare për atë se s'do t'ja di për atë. Kalojmë kënë gjë tjetër, megjithatë. Po patjetër. Sa ta mbaj Rama, po tani mos më pyet se s'më intereson shumë. Megjithëse jo, i keni shumë. Tani sa ta mbaj Rama, edhe sa të dali akuza re, këtë punë ka Spaku. Kalojmë këto dosje tjetër, se unë nuk e di, jam atje në Spak, që të them. Jo, patjetër, jo për detajet dosjes të caktuar, po deri ku mund shkoj Spaku se ka mbetur deri në këtë pikë dhe duket sikur ka ngritur duar. Tani ti pretendon që unë të bëj gjithë diturin? Jo, patjetër. Unë shoh që po vazhdojnë hetimet, edhe shoh që nëse duan të mbjetojnë politik, do jenë në Spakun. Nëse nuk duan, të vazhdojnë, më mirë bile se është fundi i gjithë epokës pastaj. Kjo është. Nuk është puna e një personi, nuk ka më njeri këtu. Ka persona që jo po jemi të fuqishëm, ne kemi krimin brapa, nuk ka më. Janë vrarë ca gjëra, mos kemi rë. Për këtë punë generali do të ketë gjuhë tjetër. Për këtë që po them tani, për këtë do të jetë adapt. Nuk do ketë njeri kollaj të bëj presione nga ato që janë bërë deri dhjetor të 2025. Pra, po këto tjera tani e detyra Spakut. Aty ka këshilltar amerikan, por detyra e BKH-s edhe Spakut dhe policisë, për atë pjesë bashkëpunojnë, duhet pastrojnë institucionet, duhet funksionojnë si OPG edhe hetusit tatimor, se si kemi përmendur, edhe ata do të funksionojnë, duhet pastrohet akshi dhe ASHK-ja, duhet bëjmë regjistrimin për herë të parë mënyrë totale dhe definitive të pronave. Kur të hapet ajo puseta e akshit të ASHK-s, atëherë do të shohim që siç thuhet na paska prekur dhe pjesën e gjyqësorit të drejtësisë edhe pjesën e shorteve apo diçka tjetër. Sot ka dalë lajmi i ri domethënë në media. Pra, ti shohim gjitha këto se nuk e vetëm këto. Mendoj që minimumi kjo parti që është në qeverisje duhet të ribëj qeverisin e saj, dhe pse akoma s'ka nërë mirë zyra ata që kanë nërë të rinj, por s'ka, janë jashtë ritmit, jashtë kërkesave të kohës. E vetëm gjë që mund të kem një lloj dakordësie me këtë qeveri është të mos humbim këtë shansin real që kemi, duke parë dhe çfarë po luhet në politikat e mëdha në Bundestag nga kancelari
Merç, edhe vetë gjeopolitika ka bërë që ata të mbyllin një sy e një vesh për problemet shqiptare dhe të na pranojnë, qoftë edhe me një status jo të plot si fillim, por që lidhe me rrugtimin në Europë, ne kemi tashmë 33 kapituj, ato duhet të jenë programi çdo qeverie, nuk ka më çfarë thot Berisha tjetër. Po s'bëm atë program, ne kemi arritur standardet dhe realisht edhe bëhemi vetë, po jemi të pranueshëm për familjen europiane. Kështu që të paktën atë pjesën e retorikës unë po e përkrah. Po kisha mundësi të kisha përkrah edhe me vepra, po këta çojmë sa e duan vetë ta. Te pjesa e veprave aty çalojnë se kur kërkoi Bashkimi Evropian zbatimin nuk ka problem e teorisë, nuk e ka pas kur mirë problem kam kurse bëj dot ato që them. Të kalojmë pak në Partinë Socialiste ku duket se padi lëvizje kryesisht nga ana e Elisa Spiropalit kundër Edi Ramës, por tashmë duket se ka rënë gjithçka në heshtje. Ju si e shikoni, ka një lëvizje brenda Partisë Socialiste dhe i grup caktuar që mund t'i kundërvihet Edi Ramës për ta rrëzuar atë? Sati të kryeqeverisë as që mos shkojmë më dhe kundërvihen, dhe japi mesazhe kështu pa kënaqësi dhe kaq. Trem potë, mos i merrni seriozisht. Pini kafe anë darkë për treguar që jemi ne 3 këtu, dikush merr 12 veta atje për treguar që i kam 12 veta ta prish mazhorancën. Këta të tjerë tonë bëjmë edhe ne 12 kraun tjetër ta prishim dhe ne mazhorancën. Sa tjetë nuk pranojnë të kalojnë opozitët, duan të hanë pilafet. Sa tjetë epsia me pilafe pushtetit, aty do jenë. Harrojeni. Do me thënë Edi Rama i ka shuar gjitha zërat që mund ta reformonin Partinë Socialiste. Nuk e rrezikon kush vendin e tij. Është kujdesur mirë, të marrë njerëz që nuk kanë stofin e liderit. Ku i ke? Ku ka liderët? Kush është për liderët? Këta tani dhe duan të bëjnë liderin, do jenë një kopje keqe atij se kaq shumë e kanë adhuruar dhe po imitojnë se po çosh si sillet ai me ta, ata sillen me tjerë poshtë. Të gjithë i soj standard. Edhe kuptohet që kam mësuar nga njëti, kam pirë ujë tek njëti burim. Nuk është vrarë jetë funksionimi i organizimit të mendimit politik që është partia. Ka një person dhe këta tjerë që zbatojnë vullnetin e tij. Kaq, marrë po. Nuk kanë guxim ta, nuk kanë, do ta them kështu në mënyrë ordinere, nuk kanë ta vënë në funksionim vetë kokën e tyre, të mendojnë me kokën e tyre. Ta mendojnë deri në interesin e tyre. E kanë parë që kështu na ecën mirë jeta dhe ta duan zgjidhin jetën e tyre. Ta njerëz vegjël e të përshtirë, kaq. Ndërkohë, çfarë po ndodh me Partinë Demokratike ku Berisha duket se e ka kapur për fyti dhe nuk e lëshon, qoftë kishte edhe një kandidat tjetër përballë tij? Tani këtë folet e tani. Ajo parti duhet të shkrihet edhe të bëhet nga para. Ajo parti mori fund. Radha retorika e fundit e Berishës e nisur për mojë non grata për të dalë nga kurthi i pushkatimit politik që i bën non gratat. U nis për një antar një vote, do të votoj partia e drejta votës me që me të meku u humbën votimet edhe zgjedhjet 2025 se i vodhën votat dhe pastaj ky që djeg Tiranën, ka 8 rrjeshtë djeg Tiranën nga dhjetori deri tani me molotove me fishekciare për votën e lirë, ky nuk lejoi asnjë përshtatoi gjithë kandidatët për të partisë. Përfundimisht, në mënyrë zyrtare u vra demokracia brenda PD-s dhe ka mbaruar funksionimi i saj demokratik dhe mbas ligjit ajo do të shpërndahet. Duhet ndërhyj gjykata, duhet ndërhyj komisioni qendror i zgjedhjeve, duhet ndërhyj Ministria e Drejtësisë. Ajo parti tashmë ekziston në kundërshtim me ligjin parti politike dhe kushtetutin e Shqipërisë. Në mënyrë absolute po. Në shkelje të statutit edhe çdo lloj parametri demokratik. Partitë që nuk funksionojnë në mënyrë demokratike janë të jashtëligjshme. Këtë e siguroj unë, këtë e thot ligji dhe kushtetuta. Nëse Berisha do largohej nga Partia Demokratike, po. Ka disa nisma kandidatët për kryetar, Tokalari Saliani, shohim, a do të dalin gjyqësisht, dhe pse nuk kam besim.
pasi pazari Rama Berisha mban gjallë të kufon politike që quhet PD, me në krye PD-arin e madh, skifterin e leckosur Berisha. Atëherë, nëse marrim një rast hipotetik, Sali Berisha do të largohej nga Partia Demokratike së bashku me atë grupin që e rrethon dhe gjithë strukturën që ka ndërtuar, a mendoni se element të ri që mund dalin nga kjo forcë politike mund të bëjnë vërtet opozitë përballë Edi Ramës, apo në këto raste sa fillon ajo opozita e vërtetë Edi Rama i blen të gjithë një herësh? Po patjetër. Mos i krijoni idhull i Ramës. Edhe një njeri thjesht mund të argëzoj perandorim më të madhe kur zotron vërteta të shenjta. E keni bërë Ramën. Patjetër, po nga që i blen prandaj. Po mirë. Si gjë nuk është më. Unë e them me bindje plot. Ky skifteri zgjebosur që rre Gjoksin. Njeriu më kriminal që ka njohur kreu i shtetit shqiptar në herë. Ky është pengesa e parë. Pra çdo njeri që duhet të rrezoj Ramën, duhet të rrezoj një herë Berishën. Është vetë trashtimi i tillë. Nuk shkon dot, nuk të lë ky të rritesh, se duhet të rritesh. E drejta mbi forcë fiton. Nuk e lë ky të bëhet një opozitë mbar. Si do shkojnë? Do shkojnë të trash Argitën dhe Shkërzenin e këtij. Çfarë shkojnë? Që dhe edhe vila në për Groenland, se dhe i këtu i ka bërë gjithë Europën, si që ka dalë. Apo atë dhëndrin e këti, atë bukuroshin e këti, me atë zëpipzën atje. Atë pinë që kapellën, që dhe gjykatë edhe bën trimin atje. Nuk e baltosër gjykatë. Për këtë të shkojnë. Apo që na merret të kryetarin e gjykatës apelit milionere. Nga erdhi ky, nga doli ky, nga Lezhë, nuk di nga ka ardhur. Ky milionere këtu. Si u bë ky milioner? Me rroga? Çka kanë ngrënë këta? Tyr me daullës kanë ngrënë këta. S'kan ngrënë, nuk kanë jetuar këta. Edhe ta kanë kursyer. Edhe ka treguar vërtet që ka qenë njëri i këtij, se direkte pasi e hoqi e mori e bëi deputet. Po si ky i pa denjë për të qenë në sistemin e drejtësisë, është i denjë kontrolloj drejtësinë ky, nga pozicioni i deputetit. Ky është Berisha. Nëse do të imagjinoni modin ton një kazan me toksina, me plerat e politikës, Berisha është kazani më i madh. Ky tjetri e ka tejkaluar në atë formën e jashtme, në mashtrimin publik e tjetër që tallet me formën edhe asnjëherë për mbajtje. Po nëse ka garanci ky sistem që qëndrojnë këmbë, padyshim njeriu mbi dy këmbë qëndron, domethënë. Një nga këmbët e pushtetit është Berisha. Edhe hyeni prapasken, jo vetëm bëjmë intervista, hyeni prapasken. Qa lidhe ka me oligarkët gjithë, si janë lidhë me një tjetër?